Jemi sërish së bashku dhe tashmë kam Arbreshën këtu në studio me plot energji për të filluar edhe këtë bisedë. Arbresha, mirë se erdhe, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Prizma. Shumë faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të jem këtu. Kënaqësi edhe për mua, sigurisht. Më thuaj si ka qenë kjo periudhë për ty? Pak pushim, pastaj pak mendime për projekte tashme, për aktivitete të reja, kështu që Nuk ndalesh. Gjatë gjithë kohës je me projekte, me angazhime të reja. Po tash duhet të zgjedhim të mendojmë për çështje pozitive të karrierës ose të përshtatemi në atmosferën toksike që e kemi për fat keq në shtetin tonë. Shumë e vërtet dhe ti ke zgjedhur që të merresh me pjesën tjetër dhe jo me përshtatjen e atmosferës në vendin tonë. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Më thuaj sepse unë dua sot që të flasim përveç pjesës temës që do ta kemi sigurisht ku do të flasim për standardet e muzeve dhe galerive, pra arkitekturën e muzeve dhe galerive në vendin tonë, mbase do bëjmë edhe krahasime me vende të tjera të botës. Por dua fillimisht të flasim një herë për rrugtimin tënd, pak për njerëzit të cilët nuk të njohin aq mirë. Si ka nisur rrugtimi yt me arkitekturën, kur ka qenë ai momenti i parë që ti vendose të zgjedhësh arkitekturën, sepse e kemi diskutuar edhe më herët, mbase vajzat e preferojnë, kanë qejf që të vazhdojnë arkitekturën, por jo gjithmonë e vazhdojnë komplet, domethënë ti përfundojnë studimet, të përfundojnë masterin, doktoraturën, siç ke bërë ti që tashmë ke plane edhe plane të tjera të merresh me projekte, kështu që më thuaj si ka qenë për ty. Ca gjëra janë thjesht rrjedh e jetës, nuk është që i mendon shumë se do bësh një arkitekt, asnjëherë nuk e kam pas ndërmend figurën e një arkitekti, të them të drejtën deri një periudhë as që nuk e kam di se ekziston një arkitekt si profesion. Gjithçka ka qenë në bazë të rrjedhës interesave të mia. Faktikisht unë kam qenë shumë e dhënë mbas matematikës edhe mbas artit. Po ti merja si profesione të veçmas nuk më plotëson, kështu që kërkoja diçka tjetër që ishte më shumë energji edhe gjithmonë diçka e re. Në qoftë se një punë për mua e bëhet, në qoftë se jam marrë rendi një pune, atëherë për mua kalon në banalitet, edhe unë shumë shpejt e humb energjinë, e humb interesin dhe nuk jam e kënaqur. Në qoftë se si jam e kënaqur me veten time, asesi nuk mund ta vazhdoj atë punë, atë projekt ose atë çështje. Kështu që me kalimin e kohës, për shkak që unë jam një vajzë e dy prindve të shkëlqyer, baba im i ndjer ishte profesor i biologjisë, ndërsa nana ime është motër medicinare që sot është e pensionuar. Edhe për fatin që neve nuk ka pas kusht kujdeset për ne, se kemi jetuar vetëm, edhe une së bashku me dy motrat e mia, që njëra është mësuese gjuhës angleze, tjetra është mjeke, ne kemi jetuar në mes ose tek puna e babit ose tek puna e nanës. Dhe kështu që mua më ka ra shpesh herë të bëj observim. Përse këto dhomet janë kështu, po përse qëndrojnë studentët kështu, po përse punojnë të mjekësisë në këtë mënyrë. Edhe ndoshta ajo ka qenë një ndër pikat kryesore që unë kam dashur të merrem me hapësirën. Kam dashur të di se si ndjehen njerëzit në një hapësirë. Kam kërkuar gjithmonë të gjej një zgjidhje për të qëndruar sa më komod, sa më mirë, sa më përshtatshëm, dhe pastaj me kalimin e kohës e pash që profesioni që ndoshta do më plotësonte është arkitektura. Tash ka ndonjëherë i bie pishmanit, po ajo ndodhen për raste shumë kritike. Po, kur momente me siguri kur je e mbigarkuar mbas edhe nga puna dhe nga gjërat që ishi. E ke menduar mbas edhe këtë pjesën që kur i ke parë këto ndërtesat edhe sigurisht objektet edhe të themi të drejtën tash nëse flasim për spitalet dhe për gjërat të tjera, nuk është që ne i kemi në nivelin e duhur, nëse mund të flasim kështu. A ke menduar që unë do bëjmë dhe do t'i rregulloj këto probleme? Në Maqedoni kemi fatin të kemi disa objekte arkitekturore që janë temase të mira të ndërtuara si në aspektin funksional, ashtu dhe në aspektin konstruktiv dhe estetik. Problemi ka qenë që ato objekte nuk janë mirëmbajt. Dhe për këtë arsye sot janë të dëmtuara apo që nuk i plotësojnë kushtet e një komuniteti. Nuk e kam menduar asnjëherë në atë kontekst që unë duhet me patjetër këto ti ndryshoj, po gjithmonë kam kërkuar atë esencën. A është personi i lumtur në atë objekt? A i kryen funksionet e komunitetit? A është praktike? A është aktive? Dhe kjo është ajo çështja që edhe mua sot më intereson. Dhe vazhdon sigurisht që të hulumtosh edhe për këta. Ti sot, përveç se arkitekte e shkëlqyer, je hulumtuese, je ligjeruese, merresh me shumë projekte dhe më thënë gjatë gjithë kohës je me angazhime.
si ka qenë edhe kjo periudhë për ty, domethënë prej nëse të kthejmë në kohën e studimeve bachelor dhe më pas master, pastaj doktoraturën që e ke bërë në fakt edhe në Ljubljanë? Fillimet kanë qenë, mendoj, sidomos viti i parë i studimeve në bachelor ka qenë një lloj stresi ekstrem për mua, se nuk jam një person që vi me një familje me background arkitekturor. Thjesht unë kisha gjitha profile tjera përveç arkitekturës, edhe gjithmonë mendoja që unë duhet të jape shumë a shumë që të arri të mbijetoj në atë luftën e arkitektëve, po të them. Po me kalimin e kohës, e pas që çështjet teknike të arkitekturës mund të mësoj shumë lehtë, edhe ajo që më mban ende sot është të gjithë njohuritë në disiplina të ndryshme. Është shumë e rëndësishme, sidomos për një arkitekt, të ketë njohuri në sa më shumë fusha dhe më në fund të mund t'i kombinojë njëra me tjetrën për të krijuar një hapësirë sa më funksionale. Dhe viti parë kalon pak me stres, viti dytë më fillova më shumë me hulumtime, merresha më shumë me çështjet e mia që mua më interesonte, kisha një entuziazëm ekstrem për të ditë gjithçka. Pastaj në master kuptova se nuk mund të di gjithçka, por duhet të fokusohem të paktën në njërin nga pjesët. Dhe me doktoraturë u binda që faktikisht dia jonë është vetëm një pikë në oqean, që sa më shumë që studion, aq më shumë dalin çështje tjera që duhet ne ti rimendojmë, ti mendojmë. Kështu që është gjithmonë faktikisht jeta ime ndahet një pjesë me hulumtime, lexime, gjithmonë duhet të jem aktive në aspektin e leximit, të ndjeki aktivitetet, konferencat, teknologjia që zhvillohet në mënyrë marrëmendse. Dhe pjesa tjetër është që e mendoj se si mund të aplikoj, qoftë në aspektin akademik ligjërues, ose qoftë në aspektin praktik projektues. Pra, po thua që sigurisht nuk është që mjaftojnë edhe këto tash. E mbarove doktoraturën dhe tash ne hym në punë, e gjen një punë dhe përfundon me aq. Nuk funksionon ashtu, sigurisht. Ajo është një gënjeshtër nëse dikush jam thot. Jo, nuk funksionon ashtu. Mendoj se sa më shumë që rritesh në profesion, aq më shumë janë edhe kërkesat, jo vetëm të paktën tash është shumë hit ligji i për arsim të lartë, domethënë jo vetëm që ligjineve na detyron shumë të merremi me aktivitete, por është edhe një kërkesë jotja e brendshme që ti don të hulumtosh sa më shumë çështje në atë profesionin tënd apo në fushën që e kam përzgjedhur. Sigurisht. Dhe mirë që e përmendja në fakt edhe këtë, sepse gjithmonë jo vetëm në arkitekturë, por edhe në drejtime të tjera, mendoj edhe në gazetari dhe në gjëra të tjera, gjithmonë ka gjëra për të mësuar. Asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Ne mendoj që na kalon jeta duke mësuar, në ndërkohë bëjmë punën tonë, por që na kalon jeta duke mësuar. Sa janë të rëndësishme edhe trajnimet edhe projektet, sepse di që ti edhe në jashtë vendit ke qenë, domethënë gjatë gjithë kohës ke lëvizur, besoj që edhe trajnime të shumta ke pasur. Sa janë të rëndësishme edhe për të rinjt që ta mësojnë këtë që nuk është vetëm e mbarojnë fakultetin e marrin diplomën, por duhet vazhdimisht edhe këto trajnime, qoftë trajnime që janë disa ditore, qoftë trajnime që janë disa mujore, që duhet të jenë pjesë e këtyre trajnimeve për të mësuar diçka më tepër. Të jemi sinqert, edukimi profesional si universitetet e japin njohurinë e përgjithshme. Mirë po, më shumë mëson nëpër aktivitete se sa mund të mësosh në universitet. Në universitet ne studiojmë, po studiojmë me shumë mjete të kufizuara. Për shembull, nuk i kemi të gjitha literaturën që neve na nevojitet, nuk kemi të gjitha laboratoritë që neve na nevojitet. Ne nuk punojshim në kohën time, nuk kemi punuar në projekte reale, kanë qenë projekte imagjinare, për shembull kam projektuar shtëpi për në hënë, që ndoshta më nuk më jepet shansi për të dizajnuar. Por nuk kemi punuar shtëpi për në të themi në Tetov, Gosivar, apo për një lokacion të caktuar. Kështu që faktikisht trajnimet kanë qenë ato që mua më kanë vendosur me këmbë në tokë. Të kanë ndihmuar pastaj për të parë ndryshe. Po përveç asaj dhe ndihmojnë edhe në aspektin që ti njeh edhe njerëz nga vende të ndryshme, që ndryshe mbase kanë mënyrën e të Tash, ato që më njohin mua e din shumë mirë se unë mund të qëndroj 2 muaj në Maqedoni dhe pastaj patjetër e kam të iki pak. Jo të iki vetëm nga atmosfera që thash ka një mbyqje toksike në Akademinë e Maqedonisë, po më shumë për t'u inspiruar, për të marrë energji, për të njohur me kolegë tjerë, me profesionalistë të fushave të ndryshme, që ndoshta rrjedhin pastaj bashkëpunimet e ndërsjellta njëri me tjetrin, që
nuk do thotë që gjithmonë të kem benefit personal. Shpesh herë ka ndodhur që ato unë kam shfrytzuar njohuritë e mia apo lidhjet e mia për studentët, për të ardhmen e studentëve apo për klientët. Domethënë jam munduar gjithmonë të shfrytëzoj këto networke që i posedoj. Dhe kjo është shumë e mirë në fakt, dhe një mesazh mjaft i mirë për të gjithë ato të cilët na ndjekin, sepse me të vërtetë janë të rëndësishme dhe është e vërtetë që ti nuk je xhaxhethuasu, se nëse zgaboj të kam pyet kur të ftova në emision të kam pyet nëse je në Maqedoni, do doja që të kesh në emision sepse di që je xhaxhethuas në lëvizje. Unë kërkoj një shumë ndjes të gjithëve gazetarëve që kam refuzuar një numër të madh për faktin që këto 3 muaj të fundit, 4 muaj nuk kam qenë aq shpesh në Maqedoni. Mendoj që kishe fat. Po, e gjeta momentin, më duket se e qëllova momentin, ta bëra pyetjen sepse nuk isha e sigurt nëse je këtu, po megjithatë e qëllova momentin. Më thuaj kur ju the personave, njerëzve të afërt, familjarëve të tu, që do të vazhdosh me arkitekturën, cilat kanë qenë reagimet? Faktikisht ka qenë një histori shumë interesante. Familja ime është, jo vetëm familja ime ngushtë, po familja ime e gjerë, janë shumë arsimdashës dhe gjithmonë përkrahin, sidomos nuk bëjnë dallime të themi gjinis, mashkull apo femër, gjithmonë kanë dëshirë që ti të hulumtohesh apo ti të shkollohesh apo ti të edukohesh. Për ato është një lloj krenarie që unë ende nuk i kam kuptuar, po e shoh se sa gëzohen edhe sa mbështesin. Kur kam thënë, sidomos prindëve të mi, që dua të studioj arkitekturë, nana ime ka qenë në atë mendim jo kundër, po ka qenë mendimis që shoqëria në Maqedoni nuk ka kulturë për të respektuar një arkitekte, sidomos femër. Edhe unë nuk e kuptoja normal që në atë kohë çfarë donte të thotë nëna im, po unë besoj që ajo e ka pas për faktin që ka punuar me fëmijët në repartin e fëmijëve, edhe ka pas shumë kontakte me njerëzit. Nga ana tjetër, babai im i ndjer ishte gjithmonë kështu që çoje, çfarë të duhet shpirti, dhe këtu jemi. Dhe kam pas përkrahjen e tyre dhe mendoj që unë jam sot këtu, sidomos edhe me shkollimin e doktoraturës, apo me idetë e mia që dua edhe më të shkollohem, është për faktin që që ma kanë dhënë mbështetjen prindët e mi dhe 2 motrat e mia që Po, sigurisht se mbështetja është shumë e rëndësishme. Për të tjerët, normal që kishte aludime të tilla si tash çfarë bën vete, sepse merr veten çfarë, ke shumë punë. Por realisht çdo profesion e ka punën e vete dhe ka sakrificën e vete. Sigurisht. Për mua ndoshta gazeteria është puna më e rëndë që unë ndonjëherë nuk do kisha mund ta bëj. Për faktin që unë nuk mund ta bëja atë sakrificë që ti e bën. Dhe e kundërta ndodh edhe. E vërtet, po. Shumë e vërtet, sepse gjithkush, çdo një në fakt e mendon të tjetrin, pse për shembull edhe unë, megjithëse arkitektura në përgjithësi më ka pëlqyer, jo për ta bërë se jam me matematikën, domethënë nuk jam në rrjedh as me vizatimet as me asgjë, po që gjithmonë nuk e di, kam pas një respekt shumë të veçantë për profesionin e arkitekturës dhe për arkitektët në përgjithësi. Nuk e di pse më duken persona që shumë e shohin punën e vet. Domethënë janë të fokusuar në atë punë dhe mendoj që është një nga profesionet që duhet të vlerësohet në maksimum, që mbase në vendin tonë nuk vlerësohet edhe pse mendoj që viteve të fundit ndoshta ka ndryshuar te kjo pjesë. Megjithatë e kemi këtë pjesën që kur bëhet fjalë për profesionet të ndryshme, për vajzat gjithmonë ndryshon mendimi. Jo, po ti je vajzë, nuk bën për këtë profesion. Gjë që nuk duhet jetë ashtu, sepse profesioni nuk duhet të caktohet nga gjynia, po nga aftësia. Në fakt, unë e kisha edhe një mysafire disa ditë më përpara që pikërisht e tha këtë fjalë dhe më la shumë përshtypje. Çfarë mendon që është problemi tek ajo që e sheh tek studentet e tu sot, sidomos tek studentet vajza, a ka momente kur e humbin motivimin që thonë nuk e di ma do të vazhdoj më tej me arkitekturën? Cili është problemi kryesor tek të rinjt për sa i përket arkitekturës? Si e shohin, mënyrën si e shohin? Realisht ekzistojnë problemet dhe ekzistojnë problemet shumëta, sidomos tek të rinjt. E para është që ato hyjnë në profesion që ndoshta nuk i kanë informacionet e sakta, dhe pastaj kur vazhdojnë me studimet e shohin që nuk është edhe aq e lehtë, thash që ndoshta nuk ka qenë dëshira e tyre për t'u regjistruar. Kemi grupin e studentëve që janë, domethënë, prindët e tyre me zor ose
me fuqi i dërgojnë që të bënë arkitekt dhe atyre nuk u funksionon. Grupi që mbijeton është grupi që vërtet ka pas një lloj dëshire në arkitekturë dhe që pranon çdo lloj sakrifice për të arritur deri tek qëllimi. Mbështetja, një problem tjetër që e shoh në shoqërinë, sidomos në grup moshat e reja, është që nuk japin mbështetje njëra me tjetrin. Qoftë në gjininë mashkullore, qoftë femërore, qoftë çift, qoftë shoqëri. Ekzistojnë një lloj jo xhelozie, po një dhunë psiqike që i bëhet njëri me tjetrin, jo po ti nuk mundesh, jo po unë mundem, një ndarje që në bankat studimore, që unë jam shumë kundër kësaj gjëre. Dhe kjo normal që reflektohet në humbjen e besimit, dhe dini shumë mirë që një student, sidomos edhe ne kemi qenë në periudhën studentore, nëse ne humbim vetë besimin, është shumë vështirësohet rruga 2 herë më shumë për të arritur deri tek përfundimi një çështje. Kështu që tash, përveç që unë duhet të ligjeroj aspektin e arkitekturës për lanë të mira, unë jam edhe një lloj, të themi, çdo njëri prej nesh është edhe një lloj psikologe që duhet t'i inkurajoj studentët, t'i motivoj, që t'ju jape idenë reale të arkitekturës se si ndodh, ku ndodh dhe si mund të mbjetosh. Nuk është një gjë që nuk mund bëhet, ose shpeshherë që e kanë paragjykimin se nëse nuk rrihet për një familje të arkitektesh, është pamundur të bësh arkitekturë. Jo, unë jam një ndër ato dhe funksionoj si ma mirë. Po, shumë e vërtet, në fakt bëhesh edhe një lloj mentori përveç sugjerimit që jep në pjesën e universitetit, sigurisht bëhesh edhe një lloj mentori, por cila është mbase një gjë që do kishe dash ta kishe dëgjuar nga profesorët e tu në kohën tënde, po që tash ti ju ja jep si mësim. Shumë gjëra. Faktikisht, e para gjë, do kisha dash të jenë ligjërata dhe ushtrime shumë praktike që unë pjesën praktike të kisha zotësua që në fillim, jo pas periudhës të studimeve. E dyta gjë që kam dash shumë ka qenë që profesorët të jenë real, me çfarë ndodh realisht me arkitekturën. Ligjëratat janë përbërje e gjithë hulumtimeve tona sipas rregulloreve më të mira në botë. Edhe ti shpjegosh ato, është diçka tjetër, po t'ua tregosh studentëve se këto gjëra nuk funksionojnë tek ne dhe ti ai që duhet ballafaqohesh me këto, është thjesht tjetër film. Kështu që unë besoj se pas studimeve disi jam dëshpëruar nga kjo fazë kur u ballafaqova me realitetin dhe një ndër arsyet edhe pse jam kyçur në grupin e udhëheqësve të Design Oath është për këtë, që të kontribuoj tek arkitektët e rinj se si duhet të ballafaqohen sidomos me këtë zonën tranzite që prej studentit kalon në profesionalist. Duke qenë se e përmendë, domethënë këtë pjesën që ti je pjesë e Young Designers, domethënë Young Designers Circle, sa të ka ndihmuar edhe angazhimi yt në këtë, duke qenë pjesë e kësaj, për atë që pak a shumë e përmendë, domethënë për të kuptuar edhe realitetin e vendin tonë dhe për të bërë edhe atë krahasimi se çfarë ndodh në vendin tonë dhe çfarë ndodh në vendet tjera. Realisht ka qenë një eksperiencë tema se e mirë që për fat të keq mbaroi në fund të dhjetorit, mendoj si Young Design Circle, po pastaj ne vazhdojmë me projektet tona që kemi realizuar edhe tash jemi në fazë tjetër të përpilimit. Domethënë vazhdoj unë herë si do me këtë grupin të përpyer. Ajo që jam befasuar fillimisht, kam menduar që shteti jon apo profesioni jon është në zero nivel. Po me kalimin e kohës, kur kemi filluar të studiojmë apo të merremi me çështje praktike të formulimit të dizajnot, pam që realisht ne i kemi të gjitha të njëjtat probleme, vetëm se në dimensione apo në nivele të ndryshme. Nëse ne kemi probleme me paragjykime apo për fat të keq që duhet ta përmend është shpeshherë punëdhënësi i manipulojnë arkitektët e rinj, jo vetëm to, po mendoj të gjithë profesionalistët, është që po të njëjtën problem e kanë edhe shtetet të tjera. Ndoshta jo deri në masën tonë, po diku jemi aty. Edhe të bashkëpunosh me persona internacional për të arritur një qëllim të përbashkët universal, mendoj që nuk ka të paguar.
Sigurisht. Duket prej mënyrës edhe si po e tregon që me të vërtet për ty ka ndikuar mjaft mirë, ka qenë një ndikim mjaft i mirë. Gjithashtu ti para një vit e gjysmë mbase je zgjedhur edhe në 5 inxhinierët më të mirë të rinë në Maqedoninë e Veriut, që është një titull sigurisht besoj plotësisht i merituar, po më trego pak si ka ndikuar edhe ky titull që të është dhënë, si ka ndikuar edhe për të motivuar për të vazhduar më tej. Realisht, kur bisedojmë, shpeshherë unë jam ajo që vleret e mia du t'i uli pak me tendencë që nuk dua të bëjmë... Nga që je modeste shumë. Me mendje madhe, apo ta marrë veten qef, dhe gjithmonë dua t'i shoh të balancuar këto gjërat. Normal që më kanë ndihmuar, e para që më kanë ndihmuar që kam pas mundësinë të shprehem lirshëm në për programe të ndryshme televizive, të jap mendimin tim për kritik, që ndoshta më parë nuk ka dhënë, do të thënë nuk është realizuar në gjë e tillë. Pastaj normal që të jep më shumë forcë për të bashkëpunuar me një komunitet tjetër në Maqedoni, pasi që unë për faktin që kam pas studimet në doktoraturës në Ljubljan, jo që në komunitetin profesional të arkitektëve jam e kyçur në Maqedoni, do të thënë jam pak më e balancuar. Dhe disi këtu e gjeta edhe një energji tjetër, që po mund të bashkëpunoj, që po mund të kemi diskutime të ndryshme, apo bashkëpunime të ndryshme, dhe që e shoh që realizohen step by step. Sigurisht. Duke qenë se ke studiuar doktoraturën pra ke bërë në Ljubljan, ke vërejtur mbase ndryshime ose dallime më saktë tek të rinjt, në mënyrën se vizionin që e shohin për arkitekturën ata dhe si e shohin të rinjt këtu te ne? Janë dy gjëra shumë të ndryshme. Nga një ranë për fat të keq, por nga ana tjetër më bëj shumë qefi se ka shumë studentë nga Republika e Maqedonisë që bëjnë studimet në Ljubljan apo në shtete tjera, dhe për këtë jam tema se optimiste që çdo njeri prej tyre, nëse kontribuon sadopak me një projekt në Maqedoni, mund bëjmë ndonjë ndryshim minimal, që ndoshta mund të inspirojmë edhe të rinj që janë në Maqedoni. Dallimet ka qenë e para drastike në kontekstin e pedagogjisë, konceptimit të arkitekturës në sistemin edukativ, që është shumë ndryshme prej sistemit tonë edukativ. E dyta që ky ndryshim bën që dhe studentët të qasen në mënyrë tjetër arkitekturës. Dhe është shumë praktike, është shumë kreative dhe gjithashtu është shumë fitimpruese në kontekstin e aplikimit. Një gjë të tillë tek ne është ende temë tabu. E vërtet. Megjithëse ti studiove atje, u riktheve sërish në Maqedoni. Besoj që ua sugjeron gjithë, sepse the që ka shumë studentë të cilët studiojnë jashtë dhe kanë fatin tashmë që të studiojnë jashtë, po që u sugjeron që ato njohurit që i marrin jashtë të kthejnë këtu, apo? Tash, nuk e di cilën rol duhet jam. T'jem e sinqert, jo, normal që sistemi faktikisht kur jam kthyer në Maqedoni, unë shpeshherë ballafaqohem me bulizime të tipit që kjo nuk është Sloveni. Po. Rrëzoj standardet apo çfarë të duket vetja se ke studiuar në atje. Po. Domethënë, paragjykime të tilla unë kam gati se çdo ditë. Dhe e marr guximin për të treguar hapur vetëm për atë aspektin që të dinë njerëzit se edhe në qoftë se arrin diçka, nuk do të thënë që prej thashetëmeve ikën, ose prej manipulimeve ikën, ose prej bulizimeve. Këto janë gjëra të përditshme që unë kam mësuar brenda kësaj periudhe ti injoroj që nuk ka asnjë lloj lidhje apo efekti me punën time që e bëj. Unë fokusohem punën time të bëj në mënyrë më të mirë të mundshme, me gjitha aspektet që i kam fituar në Ljubljan, normal që kam njerëz që pa pritur më ndihmojnë. Dhe për këtë gjë jam shumë e lumtur. Tash, unë nuk i kam shkëputur lidhjet 100% me Ljubljanën, dhe me thonë unë gjithmonë mundohem që atje të jem aktive me konferencat, në për hulumtime, të kem bashkëpunime me duke shkruar libra apo artikull. Me thonë unë jam gjithmonë në kontakt me personat në Ljubljan, me profesorët e mi sidomos, apo me studentët të cilat kanë kryer në Ljubljan dhe që janë kthyer qofshin në Kosovë apo në Maqedoni. Dhe që bëjmë një rrjet tonën të vogël sadopak për të kontribuar, dhe një mbështetje shumë të madhe kemi edhe prej ambasadës së Slovenisë në Maqedoni.
Dhe kjo është shumë e mirë. Ajo që e përmendë në fakt po ndodh shpesh, jo vetëm me studentët arkitekturës, por edhe me gjithë studentët që studiojnë jashtë dhe pas një kohe preferojnë që të kthehen sepse duan të kontribojnë, të japin kontributin në vendin e vet, gjithmonë përballen me ato fjalë që qetësohu se këtu nuk je në Sloveni. Po pse mos jemi në Sloveni? Pse mos ta bëjmë vendin Sloveni edhe këtu apo qoftë edhe ndonjë vend tjetër? Ky është edhe qëllimi në fakt i personave që studiojnë jashtë, kthehen këtu. Njohurit e veta t'i sillin këtu, apo? Kjo është edhe ideja dhe pse ndoshta shumica prej nesh jemi larguar prej. Faktikisht, unë personalisht jam larguar për faktin që nuk më ka pëlqyer sistemi i edukimit të arkitekturës në Maqedoni. Dhe kam kërkuar gjithmonë të shoh një sistem tjetër edukativ. Normal që elementet që unë mund t'i aplikoj në Maqedoni, i aplikoj, por 100% nuk mundem. Nuk mundem për faktin se Slovenia bashkëpunon universitetit bashkë me sektorin privat, së bashku me komunitetin. Tek ne një bashkëpunim i tillë ndoshta nuk mund të ndodh për faktin se gjithnjë mendojmë kush do i fitone parat. Ndërsa Slovenia nuk e mendon këtë. Për slovenët është shumë e rëndësishme të jetë finali, produkti final, të promovimit, të bëhet puna, të promovohen, dhe me ato marrin gjithë benefite tjera që ndoshta nuk kanë benefite afat shkurte, por kanë benefite afat gjate. Edhe prandaj shumica e studentëve shkojnë në Sloveni për të studiuar. Ky është mbas edhe dallimi i shteteve të cilat po avancojnë dhe vendit tonë. E di që e shumë modeste, po do të bëj një pyetje tash, çfarë do i thoje Arbreshës së vogël, e cila nuk e kishte menduar ndonjëherë që do arri këtu ku është. Tash lëre modestin Ana, se di që je modeste dhe në momentin e prezantimit në fakt the, unë e shumë keq ndjem kur njerëzit flasin kështu për mua, pse të ndjesh keq ti, ke këto arritje dhe duhet t'i gëzosh këto arritje që ke bërë. Me familjarët e mi kam këtë problem kur fillojnë ato të postojnë edhe me komentet, ma e mira, që pak ndjem keq. Çfarë do t'i thoja vetes time më të vogël? Do i thoja vetëm një gjë që keep going. Në njëjtën mënyrë që kam ecur prej fillimi. Kam qenë shumë tip kundër. Më para kam qenë një person që kam qarë për stepërmi, që nuk kam qenë komunikative as pak, që gjithmonë kam pas një shqetësim kote, për shembull, kam lexuar një roman, e gjithë stresin e romanit e kam mbajtur për me vete. Ndoshta nuk kam pas edhe shumë besim, po me kalimin e kohës normal, siç thash me përkrahjen e familjes time, fillova që të marr atë besimin në vete. Po, një gjë që më ka ndihmuar temase në jetë është këshilla e prindve të mi që ka thënë që puna jote është ta bësh punën tënde në mënyrën më të mirë të mundshme. Pjesa tjetër ngelet në dorë të Zotit. Dhe normal që kur isha adoleshente, unë mendoja që kur e bën punën mirë edhe ti do shpërblesh me wow, nuk e di çfarë. Po tash jam në një fazë ku mendoj që shpërblimi i Zotit është kjo qetësia që e mbaj, që jam e qetë, jam e lumtur me gjëra shumë thjeshta, që kam njerëzit e dashur për krah, në momentet e duhura kam njerëzit e duhur, mendoj që kjo është ajo. Ajo që i nevojitet çdo kujt besoj edhe në jetë. Çfarë bën ti në kohë të lirë, kur nuk je kjo akademikja, kur nuk je kjo arkitektja? Unë kam pas një fazë 2 vjeçare që kam punuar për stepërmi, që dola jashtë kontrollit, në aspekt që mendoja se kam energji, se duhet punoja dhe punoja punët e shumë vetave, jo vetëm punët e mia, kam kontribuar shumë për nivelin e departamentit, për nivelin e fakultetit, për punë qera aktivitete jashtë universitetit, kush të më kërkonte ndihmën e 200 herë më shumë. Aty isha. Po. Derisa erdha në një moment që e pas që i bëna dëm vetes time në aspektin shëndetësor, që s'mundesha të koncentrohesha, që nuk isha më vullnet për të nxjerr atë energjinë e brendshme, dhe tash kam filluar shumë të fokusohem te kjo pjesa e lirë, koha e lirë, që mundohem maksimum t'ja u rikthej këtë kohë familjarëve të mi edhe shoqërisë time, që dia ti injoroja me vitet të tëra. Pra tash u dedikona, po nuk mund ta ankojnë, nëse i pyesim nuk mund ta ankojnë. Jo. Jam në përmirësim të sipër, po jo, tash më shumë jam e lidhur me ato, po pas punës ditën ndaj ca orë vetëm për familjarët, kështu që jam. Kjo është gjë e mirë, sepse duhet të ndash edhe për veten fillimisht, po edhe për të tjerët sigurisht të ndash kohë.
Para se të hyjmë në temën, sepse do të shkojmë edhe në një shkëputje, por para se të shkojmë edhe në shkëputje, ta lidhim edhe me temën që do ta kemi edhe në pjesën tjetër të emisionit. Ekspertiza jote është e fokusuar tek muzet dhe galerit, po te objektet kulturore, nëse mund t'i quaj. Pse ky vendim? Pse erdhi ky vendim që të fokusohesh pikërisht aty? Sepse nuk është fort i zakonshëm në fakt, të paktën në vendin tonë. Unë kam mbaruar doktoraturën në temën e arkitekturës së muzeve dhe si mund të konvertoj potencialin e tyre në identitetin urban të Shkupit. Pse pikërisht muzet? Normal që si çdo prindër që donë që fëmijët e vet adaptohen me objekte shoqërore të tipeve të ndryshme, edhe gjithë ne kemi përjetuar që të shkojmë në teatro, jo të shkojmë në muze apo në aktivitete tjera. Muzet ishin të vetmit objekte që unë nuk i kuptoja, absolutisht, që shkoja në muze, shiha artefakte, në qoftë se kisha ndonjë lloj interesimi, sidomos në galeri kur lexoja titullin pa titull, që thoja, ok, përse atëherë duhet ta vendosin artistët këtë pikturë këtu, ose përse duhet jetë ky artefakt. Ose në qoftë se isha shumë interesuar për një lloj artefakti, nuk gjeja të dhënat e duhura. Dhe mbaj mend kur kam aplikuar me temë në Sloveni edhe në prezantimin e parë, komisionit i kam thënë që muzet për mua janë në qoftë se shkon tek varezat. Që shkon tek varezat dhe ke një lloj admirimi, sidomos në qoftë se ke për fat të kesh çdo njëri nga ne ballafaqohet me një humbje të dashurve, dhe ti bën një lloj admirimi në varezat e personit që ti adhuron. Po për gjatë rrugës kur i kalon të gjithë varezet, ti nuk ke asnjë lloj sensi, nuk ke asnjë lloj mëshirimi me ato. Të vjen vetëm keq që kanë kaluar të themi në botën tjetër. Po të njëjtën gjë e kam pas edhe në muze. Dhe kjo ishte ajo pyetja kryesore, përse ndodh kjo? Ç'është problemi? A është problemi tek unë apo është problemi tek muzet? Dhe kthimi drastik ishte që kur shkon në muze jashtë shtetit, ti ndjesh shumë e lumtur, ti je shumë inspiruar, ti ke gjithmonë një energji temase të madhe për ta hulumtuar, për të qëndruar sa më gjatë në muze. Këtu jo, këtu e ka ndjenjën që ti hyn edhe dalish sa më shpejt. Dhe unë në këtë fushë isha shumë e interesuar, edhe pastaj si fillova, besoj që nuk do shkepem për muzeve. Qëndron aty tash, qëndron aty. Ne do të flasim sigurisht edhe për atë se si mendon ti në cilat standarde, çfarë standardesh kemi ne këtu për muzet, dhe ta bëjmë edhe atë krahasimin mbas edhe me vende tjera, por do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas rikthehemi. Jemi rikthyer dhe jam këtu me Arbrisha Ibrahimin, arkitekten, e cila me bisedën që kemi bërë deri tash, të paktën edhe këtu në studio unë siç e kam ndjer, por besoj edhe shumë prej jush, ka qenë një bisedë mjaft frymëzuese, sepse me gjithë rrugtimin e saj që ka treguar, ka dhënë edhe shumë mesazhe të mira, sidomos për të rinjt, dhe këtu e shoh në fakt se sa produktive mund të jetë edhe një lëndë apo një ligjërat e saj. Besoj që gjithë studentët e saj dakordohen me këtë që e thash. Arbrisha, tani do të shkojmë tek tema tek të cila desha që të fokusohemi pak në këtë pjesë të emisionit, sepse ekspertizën ti e ke, siç thamë më herët, për muzet dhe galerit, por dua të flasim pak për standardet e muzeve dhe galerive. Cilat janë ato standardet ndërkombëtare të cilat duhet t'i përmbushin të gjithë muzet dhe galerit? Tash kjo tema është që mund të flas ditë natë. E para gjë që duhet të dim është që standardet janë të bëra në bazë të artefakteve që posedon apo që duhet një muze t'i posedon. Përveç asaj, kemi standarde se si duhet ndahen funksionet brenda një muzeu. Faktikisht, në Maqedoni kemi problemin e konceptimit të institutit si muze, pasi që ne mendojmë në qoftë se ekzistojnë 2-3 artefakte, mund ta konvertojmë në muze, që nuk është e saktë. Muze është një institut që përfshin 30% të hapësirave projektuese në kontekstin e ruajtjes dhe hulumtimit të artefakteve, 30% merret me çështjen e administrative dhe legale të artefakteve, 30% është galeritë apo ekspozimet e artefakteve, dhe 10% janë ato hapësirat sociale. Konventat, sidomos, janë të bëra në bazë të ICOMOS, që është një ndër institutet të merret me muzet. Ato faktikisht kanë hulumtime që bëhen në nivele ndërkombëtare,
dhe çdo problematik apo çdo rrjedhoj mbikëqyrjet dhe në bazë të asaj edhe ligji për muzet ndryshon gati se çdo vit. Që për fat të keq për Republikën e Maqedonisë një gjë e tillë ndodh në 2004 dhe më pas kemi bërë vetëm 2-3 ndryshime. Ajo që dua të them është që muzeu është një ndër objektet shoqërore që është më aktive, por që nuk ka një lloj prototipi, që nuk mund të thuash një muze që e kam projektuar sot, duhet të jetë i njëjti edhe muzeun që do e projektoj në të ardhmen. Jo, nga që mbaret gjithçka nga artefaktet që ti duhet i posedosh dhe që ti duhet i hulumtosh. Pra, mund të themi që nuk po ju përmbahen këtyre standardeve të cilat janë të shkruara, le të themi, ndërkombëtare, muzet në vendin tonë. Problemi është që mbase kemi muzet që duken bukur, por nuk kanë funksionalitet? Tash do ju japim një dhënë që ndoshta do jetë shumë befasuese për juve. Muzet që janë ndërtuar para shtetëformimit janë muzet me standarde të respektueshme nga ana e ish Jugosllavisë dhe që në aspektin funksional i plotësojnë të gjitha kushtet për numrin e artefakteve që janë parapar në atë periudhë, por që nuk ka ndodhur asnjë vlerësim dhe rivlerësim të artefakteve që të mundet ndoshta të bëhen një zgjerim i muzeve të tilla. Sa i përket për muze që janë bë pas shtetëformimit, sidomos muzeve të periudhës së Shkupi 2014, nuk kanë të bëjnë me asnjë lloj standardi, qoftë të Maqedonisë, qoftë të Jugosllavisë apo qoftë të ndërkombëtare. Për fat të keq, po kjo është pra mund të themi që kemi bërë regres dhe jo progres në këtë aspekt. A ka një ngjashmëri nëse ndërtohet një muze, një galeri dhe pastaj edhe të tjerat e marrin po atë shembull, megjithëse nuk mund të jetë një shembull i mirë për të marrë, si mendon në vendin tonë? Kemi ngjashmëri të muzeve pra në këtë aspekt? Ne mund të kemi ngjashmëri në konceptin funksional, por nuk mund të kemi ngjashmëri në trajtimin e muzeut si institut dhe si arkitekturë. Për faktin që kemi shumë lloj standarde që duhet ne paraprakisht ti plotësojmë. Në qoftë se kemi një pikturë që është pjesë e një muzeu dhe të kemi, të themi, një artefakt arkeologjik, këto të dyjat kanë dy kushtet ndryshme. E para, depoa për, domethënë, hapësira ku ne duhet t'i ruajmë këto dy lloj artefakteve, kanë dimensione tjera apo kanë kushte tjera klimatike e gjëra të tilla. Ndërsa aspekti i vendosjes në zonat ekspozuese kanë tjetër komision njëra, tjetër komision tjetra. Njëra bën vlerësimin e pikturës, tjetra bën vlerësimin e artefaktit. Mënyra se si do interpretohet, tashmë hyn në një luftë të përditshme me çështjet politike tek ne, që shpesh herë, jo vetëm në Maqedoni, po edhe ndërkombëtarisht, muzeet janë në qendër të politikëbërjes për faktin që një histori apo një dëshirë e tyre që është për të promovuar shumë më lehtë mund të promovohet nëpërmjet muzeu sesa objekteve tjera shoqërore. Pra ka keq përdorime mund të themi edhe në këtë pjesë. Duke qenë se afrohemi nga fundi në fakt sepse mendova që mund të flasim edhe më tepër për këtë pjesë, por që minutazhi kaq lejon në fakt, por të pyes nëse sot ti duhet të ndërtosh një muze, cilat janë ato gabimet që kurrë nuk do i kishe përsërit, që janë gabimet që i kemi gjatë gjithë kohës të gjithë muzeet në vendin tonë, por që ti thua që këto gabime kurrësesi nuk duhet të përsëriten. Dy muze që i kena ne me standarde shumë të mira dhe që mund t'i marrim për shembull është Muzeu i Republikës së Maqedonisë dhe Muzeu Afrokopshti Zoologjik. Këto dyja janë dy objekte që i plotësojnë shumë kushte dhe i kisha preferuar të gjithë që sa më shumë t'i vizitojnë këto dy lloj muzeu. Muzeu i Artit Kontemporar është një tjetër temë që faktikisht e kemi dhuratë sidomos për tërmetin që e kemi pas në Maqedoni, edhe për atë është një lloj figure që duhet vlerësuar. Por ama, në qoftë se më jepet mua mundësia për të projektuar muze, atë që doja anashkaloja 100% është moskyqja e komunitetit, domethënë në çdo kontekst të projektimit, komuniteti është një pikë kryesore që duhet të kyçet. E dyta është ekspertiza e hulumtuesve të ndryshëm dhe të sidomos në një shtet multietnik,
të etniteteve të ndryshme, që historia e një artefakti të sillet në mënyra sa më të përafërta për komunitetin. Në këtë mënyrë e bëjmë vetë muzeun më aktiv dhe më të fundit muzeet janë për popullin, nuk janë për politikën. Dhe e treta, që hapësirat të jenë sa më shumë të hapura për komunitetin, si në aspektin e hulumtimit, si në aspektin e prezentimit, ashtu edhe në aspektin e promovimit. Më vjen mirë në fakt që e përmende, sepse jam shumë ngushtë me minutazhin, por dua që ta përmendim. Shpesh kemi mungesë edhe të aksesueshmërisë, dhe me thënë akses nuk ka edhe për personat me nevoja të veçanta. Gjë që anashkalohet shpesh edhe kjo në muze. Nuk di tash, nuk mund të flas për gjithë muzeet, po shpesh e shohim këtë nëpër muze dhe në galeri. Shumica e objekteve nuk i plotësojnë kushtet për aksesueshmëri të personave me nevoja të veçanta, por një gjë tjetër që nuk përmendet as pak në muze, sidomos në muzeet e Maqedonisë, është ne nuk kemi qasje edhe për persona me interesa të ndryshme. Për qoftë se shkojmë në një galeri, të themi ne të dyja bashkë, në qoftë se unë jam e apasionuar për objektin, për materialin, për artefaktin, ndoshta për ty është shumë më interesante historia e artefaktit. Po dikush tjetër do më shumë teknikat e artefaktit, si është ndërtuar. Në qoftë se ne nuk i kemi këto lloj informacione, atëherë detyrimisht më bën që edhe unë të hyjnë në grupin me aksesueshmëri të limituar. Pasi që nuk ma bën muzeon të përshtatshme për nevojat tona. Sidomos sot që gjeneratat e reja, shumë mirë e dini që në mënyrë virtuale ato mund të shohin gjithçka dhe të binë si një të ri të shkone në muze, duhet të jetë një superfuqi. Po, shumë e vërtet. Duhet ketë muzeu, do ta ketë atë fuqinë edhe muzeu për t'i dhënë diçka edhe atyre të rinjve. Arbrisha, faleminderit shumë, sepse jemi në fund tashmë të emisionit. Faleminderit shumë. Unë shpresoj që do të kemi sërish, nëse do jesh në Maqedoni, të vazhdosh të gjejmë momentet kur do jesh në Maqedoni për diskutuar edhe më gjerë për këto tema, sepse me të vërtet janë tema që nuk diskutohen shpesh në media apo edhe në bisedat tona të përditshme. Kështu që unë të falenderoj shumë që ndave nga rrugtimi yt edhe për gjithë këtë bisedë në fakt edhe këto biseda frymëzuese, le të themi, dhe këto mesazhe që i dhe. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, është gjithmonë kënaqësi. Mua më bëhet qeverit që besoj se je para që e prek këtë temën e muzeve dhe besoj që Maqedonia është një pikë krize që çështjen e muzeut duhet ta hapë me patjetër në gjitha aspektet. Dhe ne patjetër që do të diskutojmë edhe pak gjëra gjatë herës tjetër në emision, kështu që nuk do ta lëmë me kaq. Faleminderit edhe një herë